Presidenti i klubit të futbollit Vllaznia Alban Xhaferi sot në një ditë fatkeqe ndarës nga jeta të një legjende të sportit shkodran dhe asaj shqiptare si Pavlin Noja. Sot është një ditë e trisht për gjithë ne, për gjithë komunitetin e futbollit, për gjithë sportin, për gjithë Shkodrën, për gjithë Shqipërinë. Sot kena me memoru një në figurat më të shume të futbollit shqiptar, shkodran, Pavlin Noja, një legjend e vërtet e sportës së Vllaznisë, por një kontribus jo vetëm në fushën e lojës, por një kontribus që ka dhënë edhe mbrapa për Vllazninë. Shpreha e tij e famshme Vllaznia është jeta jeme, e ka qenë pjedestal çdo gjë që ka bëj për Vllazninë, për qytetin, dhe na jena shumë mirënjohës figura të tilla dhe gjithmonë duhet na shërben si një shembull frymëzimi edhe për brezat e ardhshëm. Figurat moja sportit, në veçanti Pavlin Noja, i përjetshëm qoftë kujtimi i tij. Pas Medin Xhegës, Ramazan Raghamit, Saba Bizit edhe Pavlin Noja u largua nga kjo botë. Në përsëlljen e Bizit patët deklaruar një premtim që tribunat e Loro Boriçit të stadiumit do të emërtohen me këto emrat e kollosëve të kësaj katërshe. Patjetër, ta kanë qenë katër korifejt e futbollit shkodran dhe emrat e tyre duhet i ngrejmë pjedestal pa diskutim, të vendosim ashtu siç kemi propozuar. Dhe po përsëris është e rëndësishme që shembujt e tyre të jenë gjithmonë bërin frymëzimi për brezat e ri, që të ecim në gjurmët e tyre. Kjo është e rëndësishme. Faleminderit.